Atëherë të dashur, kam sot të ftuar përmes platformave tona online Latif Mustafën, që është përveç se një lexues i rregullt, është akoma dhe më afër librave tashmë tek libraria Dugagjini në Prishtinë. Përshëndetje Latif, shumë kënaqësi të të kem sot në emision. Faleminderit që ke gjetë kohë dhe mundësi të jesh me ne. Përshëndetje për juve, përshëndetje edhe për gjithë spektatorët të vëshenjës, shtëpisime të dikurshme që vazhdoj me ndjek edhe me përcjell me plot elan dhe pasion edhe këtu në Prishtinë. Latif, do bisedojmë në përgjithësi për panajiret e librit, momentalisht po na mbahet ai në Prishtinë dhe do na nisaj në Preshef të Shtunën nëse nuk gaboj, dhe po ashtu pak se si ndikojnë këto panajire, ndoshta tek rritja apo tek marrja pak e interesimit të lexuesve. Besoj ke vizituar sadopak panajirin në Prishtinë. Si ka qëndruar atmosfera atje dhe çfarë mund të na sjellësh pak më në detaje? Për dallim nga vitet e tjera, do të thonë panajiri në Prishtinë organizohet mbi 25 vjet që organizohet, fill pas tutës, ka filluar të organizohet panajiri siç bëhet sot në Pallatin e Rinisë. Këtë vit për dallim nga vitet e tjera, ashtu siç i fillova, ka qenë pak sa më i dobët se sa viteve të tjera. Vrejta se disa shtëpi botuese nga Shqipëria nuk po merrnin pjesë. Po ashtu edhe disa të tjera pak më të vogla nga rajoni nuk kishin ardhur kësaj here. Megjithatë pat një, si më thonë, ashtu që një grumbull të madh standesh të ndryshme nga rajoni të librit, përfaqësimit të librit shqip. Por isha në panajir 2 ditët më të frekuentuara të panajiri ka qenë dita e shtunë dhe dita e diel, dhe madje lindi edhe kjo ideja sepse nuk i bëjmë panajiret vetëm për fundjavë, sepse njerëzit në këtë motë edhe ashtu edhe kanë, si më thonë, po kanë obligime, jeta i ka shtu obligime, se vështirë është njeriu ta marrë vetën që pas punës bëhet gati dhe shkojë në një panajir. Po njerëzit po shfrytëzojnë mundësinë në fundjavë. Panajiri është një ngjarje tepër me rëndësi në, le të themi ashtu, në kalendarin kulturologjik të një shteti, një komuniteti, një shoqërie. Sa na përket neve shqiptarëve në përgjithësi, tani Piemont, apo le të themi vëmendjen e panajireve pa merr panajiri i Tiranës, i cili organizohet diku ka muajin nëntor. Dhe ndal nga dal disi si më thonë, epiqendra apo graviton edhe më shumë Tirana, nga që njerëzit si duket po e presin mundësinë me shku edhe më shumë në Tiranë. Përkritazi me këtë, edhe në Prishtinë, 2 ditëve të fundit, më duk se pat goxha më tepër lëvizje. Ne si librari Dugagjini nuk kemi marrë pjesë, po kemi marrë pjesë si shtëpi botuese, ashtu siç marrim pjesë çdo vit. Po, krahasuar me vitin e kaluar, po vitet e tjera, shitjet këtë vit kanë munguar, kanë qenë më të pakta sa viteve të Kemi tjera. Latif ndonjë arsye pse ndodhi kjo? Pak a shumë ta merr mendja se çfarë mund të jetë si arsye brapa kësaj, domethënë mungesës së këtyre shtëpive botuesve në panajirin e Prishtinës këtë vit. Po, unë për herë të parë në panajir Prishtinës kam marrë pjesë në vitin 2005-2006, si student në atë kohë kom shit libra për një shtëpi botuese. Edhe nuk ju nxjihet bezë, domethënë nuk kishim kohë me ngran bukë, aq shumë njerëz, domethënë. Flasë për vitin 2005, pastaj 2006-2007. Kjo euforia pas luftës ka qenë kaq e madhe sa që në fillim bleheshin libra me ta, sepse mungonte libri lektyrave në shkolla, mungonin këto tekstet elementare dhe kishte shitje enorme, domethënë, sepse kishte edhe një entuziazëm se Kosova u shliru dhe do ecim përpara. Dhe ky entuziazëm ka filluar të bie dal nga dal deri në vitin 2008, po me një rënje shumë të vogël. Pas vitit 2008, për shpalljes së pavarësisë Kosovës, deri diku në vitin, le të themi ashtu 2016-17, ka pas, le të themi ashtu një status quo. Ka pas rënë një ngritje shumë të vogla. Pas vitit 2017 ka pas një rënje pak më të madhe, mas pandemisë edhe më e madhe. Edhe për këtë ka disa faktorë, domethënë. Në një është mendoj, domethënë sipas mendimit tim,
në një libri është shtrejtuar, dhe vitet sa kalojnë libri shkon në shtrejtohet, kjo është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është shitjet online, do të thonë. Shitjet online apo e-komerci e ka bërë që shumica e librave të blihen para se marrë panajin. Njerëzit blejnë, dhe me thonë, gjatë vitit, më shumë blejnë gjatë vitit se sa në panajire. Nën tre, ne si librari Duka Gjini, për dhe librari të tjera, Adrioni në Tiranë dhe të tjera, edhe këtu në Prishtinë, organizojnë, si me thonën, fushata, kampanja të her pas hershme për ditat të ndryshme ndërkombëtare, ku librin e lirojnë, dhe me thonë varsisht, librin në anglisht në shqip, edhe përqindjet varirojnë. Edhe lexuesi rregull ti përcjell të data dhe pra përmes porosive online, dhe me thonë, ata pajisen me libra dhe një farë mënyre nuk e ndjen njeriu nevojën për të rënë panajin nga që tanë vitit vetë se është tërmbushur me libra. Ndikojnë Këtë voje kam unë, dhe unë nga që në librari, për shembull, edhe si punoj si libraris që jam aty, dhe tani kam librat me zbritje. Por pos që kam ndonjë tek tuk edhe falas, të gjitha librat e kam me zbritje. Dhe libra blej gjatë një viti, dhe në panajin nuk më ndodh me blej ndonjë libër, se të gjitha i kam në librari. E katërta pika, mendoj se në Prishtinë, dhe me thonë, se i përket organizimit mbarvaqjes në përgjithësi, dhe me thonë, edhe PR-i të krejt kësa ngjarjeje, ka pasur të meta, le të themi, ka pasur pa dizavantazhe dhe ka pasur mangësi organizimi, që çdo vit ka mangësi të tilla. Panajiri një farë mënyre, dhe me thonë, përkundër nëse në rajon me pare, hyrja është paguhet, tek ne është falas, qoftë në Shqipëri, qoftë në Prishtinë, nuk paguhet për hyrjen panajit, po shërbimet që i merr brenda ka njëherë sikur se lëm për dëshiruar. Dhe kjo për faktin që panajiri dyqysh është një lloj feste për njeriu që lexon, do thonë për dashurinë e leximit, është dita që ata e presin. Edhe njeriu kur futet, ditën që futet në ndërtesë, kur organizohet panajiri, disi priret ose do duhej ta kalonte tërë ditën aty. Duke bler libra, duke dëgjuar promovime, duke marrë autograme, duke takuar autorë të ndryshëm, pastaj duke bler prap libra, duke diskutuar me shok. Është një ngjarje ku njerëzit takohen, dhe nëse nuk arritet ky efekti, domethënë kësaj sinergjisë, ku lexuesit mlidhen krejt të gjithë në një vend, të gjithë së bashku me ata që e duan, e shkruajnë dhe lexojnë librin, atëre panajiri nuk ka ndonjë lloj vlere të veçantë apo të shtuar. Karshia asaj që ne mund të blejmë edhe në librari edhe etj. Po ku thash pika e parë libri është i shtrejtë dhe për këtë nuk ju faqsoj kaq shumë edhe shtëpitë botuese, ka që shkaku edhe i luftrave që i kemi edhe gjitha këto shkaku ndodhen ne kam për shtetëtimin e letrës dhe transportit saj. Po megjithatë, domethënë lexuesi pret që kur të shkon në panajir, të paktën librin ta blej me çmimin e tij fillestar, domethënë. Dhe ai çmim fillestar, domethënë pjesa mbetur e atij çmimi të mbulohet nga institucionet gjelëse. Për shembull, nëse libri kuston 10 euro, lexuesi pret ta blej 5 euro. E 5 euro të tjera, shitësit, shtëpisë botuese janë mbulon ministria. Nëse s'ka një lloj koordinimi të tillë, domethënë, të gjithë mbesin të pakënaqur, a kurse në anën tjetër paraja publike qarkullon këtu tjetër këtej, po pa u destinuar në si themi në adresën e duhur. Ndikon besoj tek shumica rritja e çmimeve dhe do ndikoj, por gjithsesi dua të di nëse ndikon rritja e çmimit të librit edhe tek lexuesit më të rregullt, je çdo ditë pranë librave, sheh pak a shumë situatën. Dhe po ashtu tjetra, e kuptoj pjesën e blerjeve online, është gjithçka shumë më shpejt e aksesueshme, ndoshta edhe më komfortë për shumicën prej nesh, sidoqoftë ndjesinë dhe po ashtu eksperiencën dhe qëllimin që arrin panajiri, zor se të arrin këto shitjet apo dhe thjesht një shkuarje në librari. Normalisht që po, po unë shpesh këto lexuesit e rregullt i krahasoj sikurse me njerëz të varur nga droga, në një mënyrë ashtu më duken, domethënë edhe paranë e fundit e harxojnë në libër. Domethënë në fillim të muajit
lexues të rregullt vinë në fillim të muajit, muajin kur e marrin pagën, muajin kur e marrin rrogën, themi, e vinë dhe harxojnë një ton para aty. Dhe vinë pastaj në fund të muajit dhe gjithçka që kanë arritur ta kursejnë gjatë këtij muajit edhe paratë që i kanë mbetur në konto, edhe ato i harxojnë në blerjen e librit. Lexuesi i rregull, domethënë, prap nuk zgjedh, nëse më herët me 30 euro i ka bler 5 libra, tani edhe pse blen 3 libra nuk e ka këtë problem, pa i do blej libër. Se vetë blerja, akti blerjes është një lloj psikoze tjetër. Po tek shitja online, domethënë, efikasiteti i qasjes edhe i ofrimit të librit është shumë më i shpejtë. Domethënë, veç libraria Dugaqini, brenda vendit ne në Kosovë arrim ta dërgojmë librin në shtëpinë e secilit brenda 24 orëve. Kurse në shtetet tjerë deri në 5 ditë pune. Dhe kjo është vërtet gjë e madhe, domethënë se njerëzit porosisin libra nga rajoni pa ndjer nevojën për të shkuar në panajër. Me që po flasim për panajirin. Po, lexues të rregullt, megjithatë këto libra kanë dëshirë të diskutojmë me dikë. Arsyeja pse një lexues i mirë, i rregullt gjen në librari është se ai dëshiron të diskutojë, të flasë me një librar që është aty, që e të ai librin, të diskutojë me dikë që e takon rastësisht aty, të dalë me dikë të pi një kafe pasi që ka bler, ka konsumuar një libër, dhe libri për te leximit është edhe një lloj socializimi që të bën ty së bashku me atë që është i ngjashëm me ty. Në rastin e shërbimeve online këtë mundësi nuk mund ta ketë, kurse në panajër ka si mundësi të shumë pishome, nga që aty e takon gjithë botën, le të themi. Takimet në Tiranë, për shembull, panajëri që bëhet në Tiranë, arrin mi tubu krejt shqiptarë të trojeve. Shqiptarët nga Maqedonia, shqiptarët nga Kosova, nga Malizi, nga Presheva, të gjithë jemi atje, edhe ata Shqipërisë dhe ke mundësinë që në një tavolinë të vetme të gjitha shqiptarët e trojeve të pinë kafe dhe diskutojnë për tema të ndryshme. Është mundësi e rrallë dhe e lirë, domethënë, që shkohet deri në Tiranë dhe të kthehet. Edhe librat janë edhe atje, çmimet janë më të lira nga që këto, si më thonë, shtëpitë botuese të Tiranës apo të Shqipërisë i kanë kosto pak më të lira të qenit atje dhe këtë shfrytëzojnë si mundësi të lirimit të librit. Lexuesi i rregullt prap arrin te libri, i shtrejt apo i lirë arrin përmes zbritjeve që i bën, domethënë, downloadeve të ndryshme që gjen librin online, huazimit etj. Mangësi tjetër tek ne është se nuk shfrytëzon për shembull bibliotekat kombëtare ku librat mund njerëzit t'i marrin, t'i huazojnë. Po është një praktikë që po vdes ndër nga po çmimi ndikon. Normalisht që ndikon, po nuk ndikon, si më thonë, në frekuencën e të blerit, po ndikon në sasinë e të blerit të librave. Thua, kishim një numër më të reduktuar kësaj radhe në panajir të Prishtinës, çfarë thua ti mund bëhet nga këto panajire, apo si munden ata të tërheqin më shumë njerëz dhe ndoshta pak të rrisim vetëdijen kundrejt këtyre panajirave, sepse tek e fundit Prishtina dhe nuk është qendër e vogël kur jemi tek shqiptare që të ketë një numër të rënd, qoftë lexuesve apo thjesht njerëzve që duan ta vizitojnë. Po çështë thashë edhe më herët se një mend panajiri është një mundësi për të bashkuar njerëzit. Është një mundësi ku takohen njerëzit që nuk kanë takuar një kohë të gjatë. Madje edhe ata që jetojnë brenda një qyteti, për shkak të dinamikës ndryshme nuk mund takohen, do të takohen aty. Hiç më pak, domethënë këto ditë domethënë pritet të organizohet edhe një panel edhe në Lugin të Preshevës, në qytetin e Preshevës, ku bëhet i pari pas. Mendoj për herë të parë organizohet dhe synohet bëhet tradicional. Edhe pse e dimni që shitjet atje nuk do të jenë ashtu të pritshme siç do ta kishin paramenduar, po megjithatë është një mundësi që për të sjellë shqiptarët nga Troja, nga Tirana, Prishtina dhe Shkupi, po dhe Ulqini për të mbledhur të gjithë në një vend. Këtu në Prishtinë, Prishtina i ka resurset e mira, domethënë ka Ministri e Kulturës e cila vërtet është dashamirëse e librit, domethënë e ndihmon librin, e ndihmon botimin e librit. Po kur hym te çështja se sa qysh tek, domethënë sa është i duhur, si e bën, aty mund të kemi debate. Po megjithatë ka vullnet shumë të mirë për ta stimuluar librin. Këtë ka bën ndër vite dhe vazhdon ta bëj.
njashtu edhe komuna e Prishtinës, do të thonë qyteti i komunës së Prishtinës, po edhe ata financojnë, drejtoria për kulturë, financojnë projekte si këto, qoftë edhe Panairi, e ndihmojnë edhe organizata të tjera. Çfarë do duhej të bëhej, do të ishte që të bëhej më efikas. Për shembull, të bëj lajmërim më i mirë, të bëj një PR pak më i mirë. Ambienti ku organizohet Panairi, Pallati i Rinisë dhe Sporteve, është një objekt, si me thonë që i ka kalu koha, i ka dalë moda, ma duhet të zhvendoset Panairi, të bëhet ndonjë objekt tjetër. Pas çka mund të bëhet diku në periferitë Prishtinës apo rrugës kësaj kur Kosovës, themi ne, Këndeka, rruga industriale, ku ka objekte të mëdha. Edhe pse mos të bëhet andej, domethënë, ku njerëzit do të shkonin, do të hynin në aty dhe do të qarkullonin mirë e mirë. Ajo që e mungon Panaireve tek ne janë për shembull kandet e lodrave për fëmijë. Shumë prind nuk kanë mundësi se ku t'i lënë fëmijët. Po sikur të kenë kandet lodrave për fëmijë ku do të ishin për kujdes njerëz specifik për fëmijët aty, do të ishte një mundësi shumë më e mirë edhe të shitej libri për fëmijët, në njëjtën kohë dhe prindit të kenë mundësinë që të hyjnë për ato Panaire dhe të blejnë libra për ata. Si dhe të ketë aktivitete më të bollshme kulturore, ku mund të vinë në Panair për shembull përpos figurave të mëdha që kanë shkruar shkrimtarë të ndryshëm, të vinë edhe njerëz të cilët kanë ndikim, njerëz të bizneseve edhe si këto, edhe ku do të zhvillohen bashkëbisedime ku njerëzit përpos librit do të mësonin edhe shkallësi të tjera për jetën, si puna, çu me fitu, çu me organizu, çu me emancipu dhe gjëra të tjera. Lati, vetë se përmendëm që të shtune, nëse nuk gaboj, do filloj Panairi i librit dhe në Preshevë që thua tenton dhe synon të bëhet tradicional. Çfarë tregon kjo, çfarë thot kjo për jetën kulturore atje? Si do ndikojë në jetën kulturore atje një Panair libri? Panairi në Preshevë është vërtet një iniciativë tepër e qëlluar, tepër e rëndësishme se Preshevë, domethënë për disa vite me radhë, domethënë vitet e fundit, një mend ka vdekë jeta kulturore ose ka pak jetë kulturore. Po ky projekt është i menduar qysh nga viti 2021 shokë, kështu kemi menduar gjatë, domethënë. Po sofoni komuna e Preshevës, në fakt biblioteka e qytetit e financuar nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë, e mbështetur nga komuna e Preshevës në bashkëpunim edhe me Librarinë Albas, apo shtëpinë Albas. Në fakt, Librarinë Albas në Preshevë kanë marrë iniciativë që t'i mbledhin shtëpitë botuese nga ato e shqiptare. Me që rast, nëse s'jam gabim, diku 9 shtëpi botuese nga Shqipëria do marrin pjesë, pastaj 7 nga Kosova, 1 nga Shkupi dhe 2 nga Preshevë. Një numër kogja i konsiderueshëm i shtëpive botuese për sa i përket Preshevës. Para e dyta janë ftuar dhe do marrin pjesë figura shumë të rëndësishme, shkrimtarë të ndryshëm, akademik, preshevar, po edhe jo preshevar, të cilët jetojnë dhe përkojnë në përtruajt shqiptare si Prishtinë dhe Tiranë. Dhe një farë mënyrë po bëhet një lloj feste ku të gjithë do të lidhemi këto 2-3 ditë në Preshevë, në këtë javë, dhe gjithë së bashku do të festojmë përmes promovimeve të ndryshme, diskutimeve që kanë para Panairi, ceremonitë e dhënies së çmimeve, darkat e përbashkëta, dhe kjo do jetë vërtet një festival, bashkë festival tepër me rëndësi. Unë si preshevar, ose preshevar që jemi këtu, ose që jetojmë jashtë Preshevës, këtë dyqysh jena të ndi krejt një farë obligimi ashtu themi kombëtar që të ditë me qenë atje. Unë vetë jam i angazhuar, jam angazhuar parcialisht, domethënë, po njëkohësisht përmes shtëpisë botuese Dugagjini, na prezantojmë Dugagjinin atje, dhe të njëjtën kohë do e bëjmë promovimin e librit Shtëpia pa pasqyrë, Majlinda Bregasit, domethënë përsërisht këto. Dhe promovime të tjera që do të kenë do jetë interesant, domethënë. E besoj që edhe si medium do jeni prezant atje.
Patjetër, neve vetë se ju urojmë suksese dhe gjatë ditëve në vijim me shumë kënaqësi, po ashtu do i kemi edhe prezent besoj për të zhvilluar një bisedë mbi panairin që do mbahet atje duke nisur këtë të shtunë. Unë falenderoj shumë Latif që gjithë e kohë dhe mundësi, vërtet kënaqësi biseda me ty, sidomos kur kemi të bëjmë me librat. Normalisht kënaqësia është krejt e imja, do të thënë, unë prapë dua ta falenderoj televizionin Shenja që me gjitha, do më thonë, pas ka shumë vitesh punë, do më thonë, një dekadë punë, ajo vazhdon të ushqej këtë dellin kombëtar dhe të interesohet për çështjet dhe raportet kulturore, politike, të cilat ndodhin në kohët shqiptare në përgjithësi. Po, të njëjtën kohë dhe personalisht jam tepër falendërues që në kohën kur kam qenë dhe kam jetuar në Shkop, ka qenë një dritare imja për të arritur botën. Falenderoj dhe njëherë, uroj që gjithçka të shkojë mirë në panairin e Prishevës dhe po ashtu uroj të ritakohemi pse jo dhe herave të tjera për të biseduar po ashtu mbi tema të tjera. Faleminderit edhe një herë. Ju falenderit. E tash të dashur, do ndjekim kronikën më të rejat nga cilat domethënë bëjmë fjalë për fushat të ndryshme si mjekësia, sporti, arti, kultura, mjekësia, teknologjia, rrjetet sociale e shumë të tjera. I zbulojmë më të rejat e fundit që na vinë ditën e sotme dhe me kaq unë po ashtu ju përshëndes për sot duke ju uruar një ditë sa më të këndshme për t'ju ritakuar sërish të premten. Mirëmbëjtje.